detyrohemi ta ndërpresim seancën. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve. Seanca ndërpritet për 48 orë, ndërpritet seanca konstitutive dhe seanca ndërpritet, detyrohemi ta ndërpresim seancën. E ndërpresim seancën, shihemi të njëjtën me 1 maj. 8 tentime, 8 dështime, një pas një. 8 herë mblodhen, por deputetët nuk arritën mirë kuptim për ta konstituar kuvendin. Ata janë bllokuar te votimi i kryetarit. Albulena Haxhiu, që u propozua nga lëvizja vetëvendosje për kryetare të kuvendit, nuk i arriti 61 votat e nevojshme. Në 5 nga 6 votimet për zgjedhjen e saj votuan vetëm 57 deputet. Por partitë që mandatin e kaluar ishin në opozit, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, figura e Albulena Haxhiut është e papranueshme për kryeparlamentare. Atë e cilësojnë figurë jo unifikuese. Ajo është simbol i dështimit kësaj qeverie në 4 vjeçarin e kaluar. Mendoj që do të ishte në interes të tyre që të propozojnë ndonjë kandidaturë unifikuese edhe të kalon ky bllokim. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës thonë se nuk votojnë asnjë kandidat të vetëvendosjes. Ta mujnë me propozu si parti fituse edhe një kandidat prej komplet një grupi politik tjetër dhe na mandej ulemi i pyesim deputet se si dojnë me votu ata. Albulena Haxhiu thot se opozita e konsideron atë si figurë përqarse për shkak të angazhimit kundër disa ligjeve e marrëveshjeve, sa LVV-ja ishte në opozit. Mua më akuzojnë si figurë përqarse për shkak se ne kemi qenë kundër zajednicës, kemi qenë kundër demarkacionit me Malin e Zi, kemi qenë kundër ligjit për amnistimin e kriminalëve serb, kemi qenë kundër ligjit për gjykatën speciale. E gjendur në këtë situatë, vetëvendosje po përmend edhe opsionin e shkuarjes në zgjedhje. Të thrasim të gjitha grupet politike, të konstituojmë kuvendin dhe të dakordohemi që me 80 vota e shpërndajmë njëherë kuvendin dhe shkojmë në zgjedhje tjera. Stërgjatja e krijimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve ka nervozuar shumë qytetar. Opozita. Pse? Se popullata ka vendos për pozit. Opozita. Pse? Se s'la dojnë me bo. Kanë vetëm një kandidat me propozu, ja brek, pa të janë tonë, kandidat mëndshëm për kryeparlamentare. Po normal që vetëvendosja është partia e parë. Zvarritja e konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë së re ka ulur besimin e qytetarëve në institucionet publike, tërheqin vërejtjen njofsit e proceseve politike. Naim Rashiti nga grupi për hulumtimin e politikave në Ballkan propozon një zgjidhje. Zgjidhja më e mirë është që lëvizja vetëvendosje të dalë me 3 emra për kryetar të kuvendit dhe njëri prej tyre domosdoshmë do duhet të votojë nga opozita. Por lëvizja vetëvendosje deri më tani nuk ka dhënë ndonjë sinjal për emra të tjerë për kryetar të kuvendit. Propozimi i Albulena Haxhiut u bë me humor në seancën e 29 prillit. Po më vjen mirë që e ku marr epitetin e një propozuesi stabil. Neve sot na mungon një deputet në Zërkraki, po nëse si opozit muni me na i huazunja, bile mos të mesëm nër 57 ju kësha falenderu shumë. Propozimi ju është Albulena Haxhiu. Në rast se vetëvendosje siguron 61 votat e nevojshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit, atëherë hapet rruga për votimin e nënkryetarëve, 3 nga partitë shqiptare dhe 2 nga partitë e pakicave. Zgjedhja e nënkryetarëve do ta përfundonte procesin e konstituimit të kuvendit dhe do t'i hapte rrugën formimit të qeverisë së re. Por njëjtë si konstituimi i kuvendit, edhe formimi i qeverisë pritet të jetë rrugë e vështirë, pasi vetëvendosjes i duhet një parti për koalicion qeverisës. E vetme, ajo nuk i ka votat e nevojshme, kurse vendi mund të shkojë drejt një bllokade të radhës.